16 vite më parë në kohën e luftës, kjo pompë ishte bombarduar dhe minuar nga bomba kasete dhe mjetet të tjera të rrezikshme eksploduese. Edhe sot e kësaj dite në këtë zonë gjenden këto mjete si dhe mbeturina nga mbetjet e bombardimit. Pronari i objektit Marash Petrol Lukbuna në Gjakov, Det Bala i fajin për një gjendje të tillë të kësaj zone, thotë se kanë organizatat vendore të cilat kanë qenë kompetente pas luftës për zonat e minuara. Po, peticioni ka ardhe natyrshëm nga vetë iniciativa e fshatarëve këtu, të cilët vazhdimisht i janë ankuar pse na nuk ndërmarrim diçka. Pra edhe ka ardhur deri te ajo gjendje faktike të cilët kanë thonë se jemi në gjendje edhe na me nënshkrue, po jemi në gjendje edhe qoftë edhe po me protestue. Prandaj kemi po një angazhim për peticionin dhe kemi drejtuar komunës që s'paki ta kenë vëmendje dhe ta ngritë zonin për këtë çështje. Pronarët e kësaj pompe u bën një kohë gjatë që po bëjnë kërkesa në lidhje me zgjidhjen e kësaj çështje edhe në nivelin qendror, por që asnjëherë nuk kanë marrë ndonjë përgjigje. Prandaj kësaj rrade ata së bashku me banorët e kësaj zone kanë bërë një peticion drejtuar Kuvendit Komunal të Gjakovës me shpresën që sadopak të ndikojnë në nivelin qendror. Jemi shumë të rrezikuar pe këtij rrezatimi edhe pe vërtetësisht që ka bërë natën këtu. Besoj se është i rrezikuar se unë jam bashkë dhe kueshi këtu nuk më me ardh me më shërby këtu të ta për arsye të rrezikut. Presim sa më parë me pastru se këtu është rrezik i përgjithshëm. Derë të borrit kur dal rrezik është. I smut jam për veti për bes pri shtratit të shova, prishtin e rrezeve, prishtin e shkapodione. Jo mirë. Ndërka zyrtar nga Kuvendi Komunal i Gjakovës thonë se që nga fillimi i qeverisjes janë marrë me këtë problem dhe se përfaqësuesit atëhershëm të KFOR-it suedez në Kosovë ju kishin premtuar që do të largojnë mbetjet e bombardimit, gjë që nuk është realizuar asnjëherë. Kemi organizuar një mbledhje dhe KFOR-i suedez në bashkëpunim me përfaqësuesin e FSK-s kanë pas disa kërkesa nga ana komunës, ku ne të gjitha ato kërkesa i kemi plotësuar. Kërkesat kanë qenë këto, një prej tyre që ne ta caktojmë një vend për hudhjen e atyre mbeturinave të rrezikshme, ku ne kemi bërë në bashkëpunim me Drejtorinë për Shërbime Publike. Muça i thotë se si Kuvend Komunal do të merret me këtë çështje prapë, por që është kompetenca e ekspertëve që merren me këtë lami që të ndërmarrin hapa konkret. E pronarët e kësaj pompe thonë se nëse kjo gjendje do të vazhdojë, ata do të dërgojnë lëndën deri në prokurorinë më të lartë të shtetit.